Mandje në kohën kur ai ishte profesor, kishte njerëz të cilët edhe sulmonin nga ana sepse pikërisht pikpamjet e tij politike nuk ishin ndonjëherë që shkonin për qefi disave, kishte njerëz që kanë shkruar libër ka botuar kundër Qosës, dikush s'po ja përmend emrin. Dhe mbaj mend se pikërisht atij autori i kam replikuar me një lloj polemike dhe ja kam botuar shkrimin në revistën, gazetën kur ai ishte kryeredaktor. Dhe më tregon miku i Recep Qosës, ai që binte për herë në Universitet Hamid Fazliu, ja ka çu gazetën në akademi atje, thot, shife Arlindi ka shkruajt ka mbrojtur, ishte një kontribut shumë modest pikërisht të kundërvej me disa njerëz sepse një figurë e tillë nuk shmontohet as me një libër komplet të botuar kundër tij. Është një antilibër. E morë ndonjëherë reagimin e tij për këtë shkrim që e ke bërë? Mbaj se Amiti më ka thonë në telefon se vetëm ka qesh. I bërë qefi sepse pikërisht kategoria e këtyre njerëzve ndoshta nuk ka nevojë për mbrojtjen prej Arlindit ose dikujt tjetër, janë të mbrojtur me vlerat që ato kanë, por nuk është mirë të krijohet kjo strategjia e goditjes së këtyre personaliteteve sepse i kemi të rralla. Bota nuk i ka, kërkon tiket, ndërsa ne i kemi dhe shpesh i bëjmë dëm.